Mbrojtësi kombëtare shqiptare, Ardian Ismaili, deklaroi se skuadra meritonte më shumë ndaj Polonisë dhe se I mungoi paksa fati. Besoj që kemi merituar shumë më shumë. Kemi pasur shumë raste për të shënuar dhe normalisht që jemi shumë të dëshpëruar, sepse duke e parë si shkoi ndeshja, me të vërtetë që e kemi merituar kualifikimin për finalen e fazës play-off të botrorit, por ndonjëherë futbolli është kështu, ta kthen shpinën dhe fati nuk ishte me ne, por shkresojmë për më shumë fat në të ardhmen. Kjo ndeshje na shërben për të rritur shumë më shumë si futbollistë dhe si grup për të ardhmen, thot Ismaili. Ai shprehet se ndeshja e 31 marsit ndaj Ukrainës ka rëndësi dhe synohet një rezultat pozitiv. Çdo ndeshje kombëtare është e rëndësishme. Kjo është një miqësore, nuk është e lehtë pas asaj ndeshje ndaj Polonisë, por ne jemi një ekip profesionist dhe I kemi kaluar edhe këto sfida dhe do të besojmë që me Ukrainën do të marrim një rezultat sa më pozitiv. Sa kaq, mbrojtësi Kuqezi shikon përpara dhe flet për sfidat e ardhshme të kombëtares, duke nisur që nga edicioni I ri I Ligës së Kombeve. Besoj se në shtator që nis Liga e Kombeve është një hap I rëndësishëm për neve në aspektin që duhet ta fitojmë patjetër grupin, pasi jemi ekip më cilësor se ekipet e tjera, dhe siç e dim, nëse fiton grupin e Ligës së Kombeve, udhëtimi është pak më I lehtë. Aty do të fillojmë ne dhe më pas do të shohim edhe grupin për Europianin 2028, kështu që do t'ja lëm kohës dhe do të shohim me çfarë kundërshtarësh kemi të bëjmë. Thekson Ismaili, teksa në fund ka edhe një mesazh falënderimi për të gjithë tifozët shqiptar. Tifozët I falenderojmë nga zemra, gjithmonë janë numri joni 12, sepse e patë edhe vetë në Poloni atë ambient të jashtëzakonshëm, ku ishin 4-5 tifozë shqiptar në stadium dhe shumë të tjerë duke na shikuar nga televizioni. Shpresoj që në të ardhmen t'ja kthejmë si që a kemi kthyer me Euro 2024 dhe tani edhe me suksese të tjera, tha Ismaili për FSHF TV. Trajneri I kombëtares shqiptare Silvinho doli në një konferencë për mediat pas humbjes kundër Polonisë. Ai u shpreh I zgënjur për rezultatin, por jo për paraqitjen e lojtarëve tanë. Ndër të tjera, braziliani vuri edhe një herë në pa cilësitë e polakëve dhe në fund deklaroi se po paguajmë një çmim të madh që nuk e mbyllëm ndeshjen në kohë. Jam I zgënjur për faktin që nuk arritëm të mbyllim ndeshjen pas shënimit të golit, por nuk jam I zgënjur dhe nuk më ka mbetur peng loja. Jam shumë krenar për lojtarët, atë që ne kishim menduar ata e bën në fushë. Kemi pasur një ndeshje kundër Polonisë, një skuadër që është mësuar në Europian, botëror, ka lojtarë të nivelit të lartë dhe po ashtu një trajner shumë të mirë. Praktikisht, në 12-15 minutat e para, e prisnim që të bënin shumë presion, por qëllimi ynë ishte të rinisnim dhe arritja në zonën e kundërshtarit dhe arritëm të shënojmë. Ata nuk kanë në fakt vetëm 2-3 lojtarë të mirë që luajnë për skuadrat më të mira të botës, por në fakt të gjithë lojtarët janë të nivelit të lartë fizik. Është mëkat që nuk arritëm dot ta mbyllnim ndeshjen, por futbolli është I tillë dhe kjo ndodh në një finale të Championship ose në Kupën e Botës. Jam I zgënjur që nuk arritëm dot të shkojmë përpara se vërtet kishim mundësi. Me gjithë respektin për skuadrën polake dhe trajnerin, por besoj patëm mundësi të ecnim përpara. Në fakt jam I trishtuar dhe I zgënjur për rezultatin, por luftuam kundër një skuadre shumë të fortë. Nisëm punën tonë që nga janari për këtë ndeshje. Kontrata është deri në muajin korrik dhe më pas do të vendosim. Ka qenë një rrugtim prej 3 viteve ku ka ndodhur çdo gjë. Ka pasur lojtarë që kanë luajtur 90 minuta të dielën dhe mërkurën, ka pasur lojtarë që nuk kanë marrë minuta fare dhe pas skuadër fare. Ajo çfarë ka bërë diferencën është se kanë bërë mirë për ne. Jemi një skuadër në rritje. Jam krenar për mënyrën si janë prezantuar në ndeshje. Ata lënë çdo gjë në fushë dhe kanë kënaqësi për të përfaqësuar Shqipërinë. Kemi edhe 24 orë kohë për të menduar. Kemi një udhtim drejt Valencës, ku do të ndeshemi me Ukrainën. Kemi ndeshje të rëndësishme, do të mbyllet ky cikël, do të vijë momenti. Performanca e pjesës së dytë nuk ishte si e para. Pas atij 15 minutëshi luajtëm mirë. Polonia bëri kundërsulme dhe u mbrojt. Në pjesën e dytë patëm një shans për ta mbyllur ndeshjen, por është e vështirë. Nuk jam I zgënjur për paraqitjen e lojtarëve. Kam respekt për Poloninë. Ju riktheva një ndeshje të para 4 viteve. Nëse do të bënim golin e dytë, do të ishte e vështirë për ta. Është një ditë e trishtuar dhe paguam një çmim të lartë në momentin që nuk arrim të shënojmë, deklaroi ai.